Situata hidrologjike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet e qëndrueshme dhe po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga strukturat përgjithëse. Autoritetet bëjnë me dije se nivelet e ujit janë në kotat kritike dhe deri më tani nuk raportohet asnjë banesë e përmbytur. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 525 hektar tokë bujqësore kanë pranë ujë, kryesisht në sipërfaqet e hapura. Sipërfaqet më të prekura ndodhen në njësitë administrative e Velipoj me rreth 265 hektar, e ndjekur nga ana e malit me 150 hektar dhe Dajçi me rreth 110 hektar. Në zonën e Ubotit uji është prezent vetëm në afërsitë e oborreve, pa depërtuar në banesa. Qarkullimi në zonë është i garantuar dhe po realizohet me mjetet e ushtrisë. Ndërkohë, situata e lumejve mbetet e kontrolluar. Niveli i lumit buna në Dajç është 6.58 metra, ndërsa në Urën e Vjetër niveli shënohet në 8.50 metra, rreth 1 metër nën kuotën kritike. Edhe lumi Drin në Urën e Baqallekut paraqitet në nivelin 8.20 metra, rreth 1.80 metra nën kuotën e rrezikut. Hidrovoret po punojnë pa ndërprerje dhe në kapacitete të plota, duke mbajtur nivelet e ujit në parametra të sigurt. Furnizimi me energji elektrike vijon normalisht, ndërsa argjinaturat, kanalet kulluese dhe shkarkuesat e digës së rezervuarit të Shkodrës nuk paraqesin problematika.